Përshëndetje të nderuar shikuesi ju adhurues të basketbollit, jemi me finalen e madhe të Superligës së femrave, ku tashmë skuadra dominuese në basketbollin femror, po diën PEA 03 dhe Bashkimi takohen edhe në këtë finale pas 3 finaleve që i kanë zhvilluar këtë edicion fillimisht të Superkupës së Kosovës, ku skuadra e PEA 03 arriti fitoren e më pas u takuan në finalin e madhe të Kupës së Kosovës që u zhvillua në Prizren, ku skuadra prizrenase e ngriti trofeun, ndërsa finaleje topi parë në duart e Arnore Përçukut dhe në të dyja ndeshjet PEA 03 ka kontrolluar më mirë pjesën e parë, Bashkimi është rikthyer në pjesën e dytë. Gjuan Daci nga gjysmë distanca realizon Saranda Daci. Ngjojtja e Powell nuk arriti të qëllon, teksa Daci nuk e kontrollon mirë ato, asistimi bukur i Arnore Përçukut për Adrian Goodbold. E Muhadri bukur tek Wegener. Alexis Mead tek Wegener, e cila realizon dhe ndalet edhe me faul. Powell të në topin të Cullen e lirë për treshe, sa i radhe shkon treshja e Krasniqi këtë në topin të Wegener, gjen debërtimin Dontavia Wegener, edhe njerë është e sakt, pika Përçuku e gjen debërtimin, realizon duar të Goodbold, kemi kundër sulmin, Kiki Jefferson nuk qëllon, por e përcjell mirë më pas Enis Mead në topin të Daci, edhe njerë do të tenton për treshe, kësaj radhe shkon tentimi për 3 pik i Saranda Dacit për të ngushtuar në 15-14. Alexis Mead bukur tek Wegener, e cila realizon shpejt, Bashkimi nuk shkon ai top i Përçukut, teksa Alita i bukur tek Nicole, e cila realizon bukur ai top, shkon tek Powell që realizon dhe në topin tek Powell, e cila realizon 22-24. Alexis Mead tek Daci, edhe njerë do gjuan për 3 pike, edhe njerë është e sak për treshe. Në topin tek Powell edhe njerë, e cila qëllon. Po është më e dalluara tek PEA 03 me 11 pik. Thejt ai top në duart e Saranda Dacit, e cila realizon. Në topin tek Goodbold, edhe njerë Goodbold nga gjysmë distanca, qëllon kësaj radhe Adrian Goodbold, pika Cullen te Kiki Jefferson, e cila realizon për 3 pik për Nicole Daci, do gjuan për treshe, nuk qëllon, por edhe një herë bie mbrojtja e vjedha top. Dontavia Wegener e gjen Muhadrin me shumë mund, por Destiny Nicole kthyer tek Alexis Mead, 2 sekonda janë, do gjuan, ndërsa kjo shkon e mera top. Wegener e ka kthyer tek Alexis Mead. Nicole do tenton për treshe, shkon edhe kjo treshe e Destiny Nicole. Dontavia Wegener, edhe një tjetër top i vjedhur i saj. Alexis Mead e Saranda Daci, bukur tek Aulona Muhadri. Saranda Daci me një super asistim për kapitenën Qereku të tretë. Alexis Mead e gjen debërtimin, nuk arriti të qëllon, Muhadri është aty, nuk qëllon asajo. Wegener edhe një tjetër kërcim e këthen domi mbrapa tek Destiny Nicole, e cila e qëllon treshën e saj, nuk arriti të qëllon. Në fakt Destiny Nicole është tek Alexis Mead. Wegener, e cila realizon edhe një herë. 37 me 52, një qerek i tretë që ja ka dhënë kontrollin skuadrës së Bashkimit. Përçuku në çfarë mënyre realizon Arnore Përçuku. Starton edhe qereku i fundit me pikët e Paige Powell. Arin Gjuan, jo qëllon Përçuku, por është Paige Powell aty.
S'po ecën tashmë loja e bashkimit. Enisa ka me rollin në anën tjetër tek Collin, e cila qëllon. Me të vërtet ka funksionuar perfekt mbrojtja e skuadrës 5-0-3. Ja ka ndalur lojën e mirë Prizrenaseve, teksa po shkon edhe sulmi mjaft mirë. Topi në duart e për Qukut, Arnore për Quku, kërkon hapësirën për depërtim, e kthen topin të Kiki Jefferson që ndalet në gjysmë distancë. Shkon quajtja e saj, realizon 5. Edhe njerë Daci, Muadri, 5 sekunda. Ka presionin, e kthen tek Daci, Gjuan për 3 pik. Saranda, Daci, pas Powell lirohet, Gjuan dhe realizon 22 pik të pej. Lirohet Gjuan dhe realizon Enisa Kamerolli. Gjithsesi të nderuar shikues, përfundon ndeshja, Bashkimi e fiton edhe finalen e parë.